Vatra, telegram ngushëllimi për ndarje nga jeta të Elliot Engel, miku të madh të kombit shqiptar. Federata Parashqiptare e Amerikës Vatra ka shprehur ngushëllime, trishtime, dhimbje të thellë për ndarjen nga jeta të mikut të madh të kombit shqiptar të komunitetit shqiptaro-amerikan Elliot Engel. Sekretari i Komitetit për Punë të Jashtme në dhomën e përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara, Engel luajti një rol të jashtëzakonshëm të pazëvendësueshëm në bashkëpunimin në forcimin e marrëdhënieve të Shtetit të Bashkuara me Ballkanin, veçanërisht Kosovën dhe Shqipërinë, dhe ishte një mbështetës i palëkundur i Kosovës dhe i çështjes shqiptare në çdo dalje publike e qendrim diplomatik. Këtë njeri të madh të kombit amerikan pata fatin ta njoh nga afër, të këshillojmë të diskutojmë ngushtë për Kosovën e kombit shqiptar, thot doktor Elmi Berisha. Engel la pas një kontribut monumental në dobit të historisë e drejtësisë të kombit ton. Elliot Engel ishte zë i fuqishëm, një autoritet i lartë e moral njerëzor që nuk u kursye asnjë moment për të drejtat e shqiptarëve. Vepra, shërbimi, leadershipi e misionit i tij frymëzues do të kujtohet për çdo shqiptar me respekt dhe me njohje të përjetshme. U shoft në paqe përjetësimi ku hyn Elliot Engel, lavdi e nderim veprës së kujtimit të tij të paharruar me dhimbje trishtim kryetari i Vatrës, doktor Elmi Berisha.